Sot nuk po flas vetëm për një projekt buxhet, po flas për pasojat e tij. Po flas për realitetin që ndodh sa herë kjo qeveri miraton një buxhet që nuk shet qytetarin, por ndërton propagandën, nuk shet nevojat por klientelën, nuk shet zhvillimin por lyen fasadën. Buxheti nuk është letër. Buxheti është drita ose errësira e qytetarëve, është mirëqenie ose mjerim. Është shpresë ose braktisje. Qytetarët e Veriut po e paguajnë çdo ditë kostën e një buxheti të padrejtë, të pabarabartë dhe të keq menaxhuar. Është pak genocidal si buxhet në raport me Veriun. Dje, vetëm një shi i fortë mjaftoi që Mamursi, Zejmeni dhe Pllanat e përmbyteshin. Familjet e tëra pësuan dëme kolosale, dyqane e shtëpi u mbushën me ujë, makina u dëmtuan, bizneset u shkatruan brenda pak minutave. A është normale që në vitin 2025 një qytet i tërë si Mamursi të përmbytet me një rrebesh mesatar? A është normale që Zejmeni dhe Pllanat e kthehen në liçen sa herë bie shi? Kjo nuk është natyra. Kjo është keq menaxhimi, është mungesë investimesh, është dështim buxhetor. Kjo është prova e gjallë se qeveria nuk ka menduar asnjë ditë për sistemin e drenazhit, për hidrovoret, për kanalet vaditëse, për mirëmbajtjen e tyre. Parat janë derdhur në tenderat e fryrë, në projekte që nuk i ka parë njëri, ndërsa qytetarët mbyten sa herë bie shi. Në Zejmen pak vite më parë u shpenzuan qindra mijëra euro për investimet në rrjet. Sot përsëri është errësirë, përsëri përmbytje, përsëri dëme. Ku shkuan ato para? Kush i mori? Kush mban përgjegjësi? Kjo qeveri nuk jep as përgjigje, nuk jep as zgjidhje. Dhe pikërisht prandaj jemi sot këtu, sepse buxheti që po miratohet është edhe një herë deklarat braktisje për Veriun. As një investim në infrastrukturë që lidh Veriun me Tiranën, që lidh Shqipërinë me Europën, me Malin e Zi dhe Kroacinë. Rruga Milot Balltre është një ferr i vërtet 6 muaj në vit. As një investim serioz në rrjetin energjetik, as një plan për bujqësinë, as një strategji për turizmin, vetëm fasada, vetëm fjalë, ku fajin gjithmonë e ka opozita. Edhe këtë vit Lezhë, Mirdita dhe Kurbini marrin thërrime, marrin premtime për vitin tjetër, ndërkohë që jetojnë me përmbytje sot. Marrin fjalë, ndërsa rrugët mbeten të amortizuara. Marrin statistika, ndërsa bizneset e tyre shkatërrohen nga dëmet e shkaktuara, nga mungesa investimeve, nga hidrovoret e prishura, nga kanalet e mbyllura. Në Lezhë, vetëm ditët e fundit, mijëra familje kanë mbetur pa energji elektrike për orë të tëra. Në Shënkoll, u dogjen pafund pajisje elektrike nga raportimet. Në Shëngjin, në Balltre, në Torovic, në Zadrim, situata është e njëjtë. Errësirë, dëme dhe zero përgjegjësi. Me qartë se kaq nuk bëhet. Ky është niveli i qeverisjes që po miraton buxhetin e sotshëm. Në bujqësi, fondet e IPARD-it kanë përfunduar tek miqtë e pushtetit. Fermeri ndershëm nuk ka parë asnjë ndihmë. Në Zadrim, në Balltre, në Torovic, në Bregun e Matës, prodhimet po kalben në fush. Për këtë buxhet fermeri nuk ekziston. Ekzistojnë vetëm oligarkët e tendrave të famshëm. Në turizëm, Shëngjini dhe Talja përballen me mungesë fuqie punëtore për shkak të emigrimit masiv. Qeveria nuk ka asnjë plan, asnjë politik, asnjë mbështetje, sepse buxheti nuk e parashikon atë që është reale. Ai financon vetëm propagandën. Në arsim, shkolla që mbyllen, klasa që bashkohen, fshatra që zbrazen, Mirdita që boshatiset, por në buxhet nuk ka fonde për të ndaluar largimin, ka fonde vetëm për spote televizive. Në pensione ndihmë sociale, sidomos në Mirdit dhe Kurbin,
Qindra familje jetojnë në varfëri ekstreme. Buxheti nuk parashikon rritje reale. Prap thërrime, prap braktisje. Të dashur qytetar, këto ditë ju keni pritur të dëgjoni diçka tjetër nga kjo qeveri. Keni pritur të dëgjoni për rritjen e pagave, për rritjen e pensioneve, për shtimin e ndihmës ekonomike. Keni pritur të dëgjoni për subvencionet, grantet, për mbështetjen reale të bujqësisë, për minimumin jetik që është premtuar për vitesh e nuk miratohet kurrë. Keni pritur të dëgjoni një fjalë të vetme që lidhet me jetën tuaj të përditshme, me hallin tuaj, me të ardhmen e fëmijëve tuaj. Po çfarë keni dëgjuar? Keni dëgjuar vetëm për qindra milion euro që derrën në tendra, koncencione dhe kontrata klienteliste. Jo për qytetarin, por për klientët, jo për njerëzit, por për oligarkët, jo për zhvillimin, por për pasurimin. Ju keni pritur të dëgjoni se si do të ulen çmimet e ushqimeve, të energjisë, të karburantit, që me të njëjtat para të mund të blini më shumë, të jetoni më mirë, të mos sakrifikoni çdo muaj. Keni pritur të dëgjoni një plan se si do të rritet fuqia juaj blerëse. Por çfarë keni dëgjuar, të dashur qytetar? Vetëm për fasada, për mobilje, makina luksi për zyrtarët, për ulje taksash dhe privilegje për një grusht, biznesmenësh, miq, klient dhe dashamirë të pushtetit, për kulturët e reja që të rrinë rehat, ndërsa shkollat tona boshatisëm, për privilegjet e pushtetit, ndërsa Mirdita, Kurbini dhe Lezhë janë zona armiqësore. E gjitha kjo ndodh sepse buxheti i këtij vendi nuk është hartuar për qytetarët. Dhe këtu nis e vërteta që duhet të thënë troç. Ky buxhet nuk është juaj. Ky buxhet nuk është për ju. Ky buxhet nuk zgjill asnjë nga problemet që ju prekin për ditë. Ky buxhet është instrument i pushtetit për të mbajtur fasadën e një vendi që sipas tyre po ecën përpara, ndërsa në realitet përmbytet nga një shi, fiket nga një erë dhe braktiset nga qytetarët e tij. Ndaj unë sot duhet të them qartë, nuk ka zhvillim me korrupsion, nuk ka dritë me rësirë, nuk ka të armë me padrejtësi. I bëj thirrje SPAK-u dhe institucionet drejtësisë të hetojnë çdo tender, çdo fond, çdo tunel, çdo projekt të këtij buxheti që ka prodhuar varfëri, përmbytje, shkatërrim dhe emigrim. Veriu nuk do thërrime, veriu nuk do propagandë, veriu nuk do fasada. Veriu meriton buxhet të drejtë, investime reale, rrugë, energji, hidrovore që funksionojnë, shkolla që nuk mbyllen, bujqësi që prodhon, bujqësi që fiton, turizëm që punson, pensionet të ndershme dhe një qeveri që punon, jo që mashtron. Dhe dritën që sot qeveria nuk na jep, do ta sjellin vetë, do ta sjellin shqiptarët, sepse ky vend nuk i përket errësirës. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjek Markaj. Fjalën e ka zoti Blendi Klosi. Zoti Klosi, fjala për ju.